Njësitë anti-kontraband të doganës së Kosovës kanë goditur një tjetër tentativë për trafikën narkotikësh në hyrje të Kosovës. Në autostradën Ibrahim Rugova, në afërsi të Prizrenit, doganierët kanë ndaluar një autobus që vinte nga Shqipëria dhe që lëvizte pa asnjë pasagjer. Pas dyshimeve të para, mjeti është shoqëruar drejt objektit të doganës në Prishtinë për një kontroll të imtësishëm. Në proces janë përdorur skaneri si dhe njësia K9 e Policisë së Kosovës dhe qenët nuhatës. Gjatë kontrollit në pjesë të fshehura të autobusit, zyrtarët doganor kanë zbuluar rreth 120 kg narkotik të llojit kanabis, të ndarë në pako të shumta dhe të përgatitura për transport. Drejtuesi i autobusit është arrestuar menjëherë nga policia e Kosovës dhe i gjithë materiali i sekuestruar i është dorëzuar njësisë antidrogë për procedime të mëtejshme penale. Sipas shefit të njësisë antikontraband, Bekim Shala, dyshimet fillestare linden gjatë një kontrolli rutinë në magjistralen Vërmisë Prishtinë, në afërsi të Prizrenit. Ne si njësi anti-kontraband gjatë kontrollit të rregullt në magjistralen Vërmisë Prishtinë, pjesë e autostradës Ibrahim Rugova në afërsi të Prizrenit, kemi ndaluar këtë autobus. Gjatë kontrollit të rutinë kemi dyshuar pasi autobusi nuk kishte udhëtar dhe gjithashtu kemi dyshuar edhe tek shasia e automjetit që mund të ishte e falsifikuar, deklaroi Shala për Kukës Televizion. Hetimet ndërkohë janë në vazhdim për të zbardhur rrjetin e mundshëm të transportit dhe destinacionin final të lëndës narkotike. Ky operacion vjen vetëm pak javë pas një tjetër rasti të ngjashëm ku dogana dhe policia e Kosovës sekuestruan një sasi të madhe droge në një aksion të koordinuar me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, duke ngritur shqetësimet për një rritje të tentativave për trafikim përgjatë kësaj rruge.